Në qendrën për kulturën e Dibrë u shënua dita botërore e librit. Me rastin e ditës botërore të librit dhe të drejtës së autoriale, Biblioteka e Qendrës për Kulturë Dibrë shënoi, dhuroi libra dhe ishte në qendër të vëmendjes duke festuar me lexuesit dhe miqtë e librit. Për rëndësinë e librit dhe leximi i tij foli shkrimtari dhe poeti Nuri Koleci. Peshën e librit e dim të gjithë dhe e ndjek pa nevojshme me reklamuar shumë. Jemi në një fazë që libri dalë nga dalë për shkon të dekadencë, në arrest, duke bazuar në ato që media dhe interneti ato, sikur kemi lënë mbrapa librat. Është një traditë e perëndimit, traditë e një dëshmie të kulturës që lexohen libra sa më shumë. Kështu që nuk do t'i shmangemi librit, sepse jo vetëm që është rrezë e diturisë, por në armatos me në uri të ndryshme, kështu që më leti përballojmë edhe sfidat jetësore. Kudo njeriu që lexon ka edhe fjalorin më të pasur edhe besoj që në shkollat mesme në fillore, ku jepet pak rëndësi lekturave shkollore që janë, konform moshës tuaj, po ka edhe libra shkencor, ka libra historik, ka libra letrar, kështu që është mirë të formojmë një shprehi dhe të mos i largohemi librit. Drejtuesja e Bibliotekës së Qytetit, Miranda Sefedini, lexoi referatin Libri në përshekuj. Çdo iniciativë për promovimin e librave të rinj paraqet një faktor kyç të avancimit kulturor. Dita ndërkombëtare e librit dhe të drejtave autoriale, që është përzgjedhur të jetë 23 prilli, është një datë me kuptim simbolik për letërsinë botërore. Më këtë datë të vitit 1616 asociojnë largimin nga jeta të dy kolosëve të letërsisë botërore, si William Shakespeare në Angli dhe Miguel de Cervantes në Spanjë. William Shakespeare mbetet autori më avangard i të gjitha kohërave, duke përfshirë punimin e veprave nga lloj-llojshmëria e zhanreve, ndërsa Miguel de Cervantes është autor i veprës më të përkthyer në botë. Libri ka peshën e shkrimeve arkivore nga kohërat e lashta, duke filluar nga letërsia babilonase, si epi Gilgameshit, zanafilla e një arti të veçantë i punuar me shumë njeshtëri. Pastaj mos harohet të përmendet letërsia antike, me përfaqësues Homerin dhe kryeveprat famoze Iliada dhe Odisea. Nga letërsia e vjetër shqipe janë të njohur në histori doktrina e krishtere nga Pjetër Budi, Qeta e profetëve, duke mos haruar Meshari, Gjon Buzuku, libri më i vjetër i botuar në vitin 1555 dhe përkthimi i parë liturgjik në gjuhën shqipe. Nga periudha e humanizmit kemi përfaqësues të denj, Marin Barleti me veprën Gjigande, kushtuar princit e Pirotas, Gjergj Kastrioti, Skenderbe, historia e Skenderbeut. Rilindja s'do ishte e kompletuar në letërsinë tonë pa bilbilin e gjuhës shqipe, Naim Frashëri, me një diapazon veprash. Këto dhe shumë autor tjerë patën ndikimin e thellë në çështjet kombëtare duke përdorur pendën e librit për të na shpalosur dituritë e tyre. Prandaj si pjesë e dekadës ndërkombëtare të gjuhëve indigjene, UNESCO mbështet botimin e librave në gjuhët indigjene dhe rajonale. Që nga viti 2010 kemi punuar me shtëpi botuese në mbar botën për të botuar titullin. Ajo që na bën njerëz nga Victor de Santos a Ana Forlati, ajo libër i ilustruar për fëmijë që feston pasurinë gjuhësore dhe kulturore në madje 14 gjuhë duke përfshirë Mapuche, Galike dhe Marati. Odre Azule, drejtoresh gjenerale e UNESCO-s, mbështet sektorin e botimeve dhe fuqinë e leximit përmes rrjetit të saj të kryeqiteteve botërore të librit. I krijuar për të forcuar edukimin e shkrim-leximit dhe për të promovuar mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe lirinë e shprehjes. Strasburgu i Francës është shpallur kryeqyteti botëror i librit për vitin 2024. Së fundmi jemi përkushtuar të mbështesim shpërblimin e drejtë të gjithë atyre që janë të përfshirë në industrinë e librit. Duke filluar nga autorët, pas çdo libri qëndron një zinxhir i tërë njohurish dhe aftësish që quan në krijimin e tij. Në këtë ditë UNESCO ju fton jo vetëm të festoni librin dhe kulturën, por edhe të premtoni personalisht mbështetjen tuaj, gëzuar dita botërore e librit.
Në foajen e Qendrës për Kulturë u shpallë hapur koleksioni i fotografive nga Filip Vasilevski. Dibra përmes fotografive të vjetra, projekt ky nga koleksioni i Filip Vasilevskit, projekti i Qendrës për Kulturë Dibër, mbështetur financiarisht nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Këto fotografi të vjetra të qytetit i ngjallën kujtime dhe nostalgji. Fotografitë e vjetra të qytetit do t'i dhurohen Qendrës për Kulturë në Dibër.